Shko njëri dhe me këtë e mbyll, ishte imami, ishte marru namazin. Njëri që ishte në mosh, kishte hyrë në mosh në tretë. Ulte gjithmonë atje vend të i karike, se me zor u falte, edhe u çudit dhe imami atë ditë i shkon, edhe i ulet aty, edhe i thot, më këshilloj gjë, pa prit pa kujtu, më këshilloj gjë, që ta kem për vete dhe t'ja them dhe tjerve. Ju fiksu. I thot, imami tregon vetë, thot, s'disha që me i thonë se merdi kështu si pa prit mas. Që t'i them që, edhe ju kujtu një hadith, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Kelimetani, habibetani nda Rahman. 2 fjalë, shumë dashur janë ke Allah. Khafifetani fil lisan, shumë të lehta për t'i thënë. Thaqilatani alal mizan, shumë të rënda në peshore ditë gjykimit. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. I lartësum dhe i falenderum pafund je Allah i madhëshëm, shumë i lartësum edhe i nderuar je. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Pra lavdërohet Zoti i fuqishëm. I thot ky Allahu tash përbleft. Kaq. Pastaj tregojnë fëmijët e vet, njerëzit, ky imam u fiksu mas kësaj, edhe i rrite, po i kishte dasëm, po kishte mort, po kishte bisedë, po kishte musafir, sa gjete formën i thote, do ju themi hadith pejgamberi. Edhe ja thote këtë. Dhe vet e praktikonte shumë, subhanallahi wa bihamdi, i lartësum dhe i falenderoj shumë je Zoti im. Lartësia dhe nderi jote shumë i lartë. Lavdërote me këtë që e kishte mësuar nga ky imam që ja tha për çastin. Mas sa kohësh vazhdoi edhe smuat rënë. Smuat shumë edhe e shtrojnë në spital. Ka ndodhur tani. Në spital i rishin familjarët aty, vinte doktori dhe e humbi për një kohë relativisht të gjatë vetdijen. I ditë thot, tregojnë fëmijët ishim aty. Edhe vjen doktori me e kontrollu. Nuk e pritsin, vetëm kur i hapi syt. Ju afru fëmijët, ju afru doktori. Si je, si ndjesh? Ai, doktor, fjalë të fundit. Doktor, gjithë prishin me thonë jam më mirë, u kthjellova. Tha, doktor, tha po si je? Tha, kale Rasulullah, ka thonë Muhamedi alayhis salam, 2 fjalë të dashura ke Allahu, të lehta për gjuhën, të rënda në peshore, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ja tha këtë doktorit e hadith, edhe dha shpirë. I thjesht. Qa të rego kjo? Çdo njeri ka pesh, mund t'jetë njëri imam, dietar, mund të vdesi keq. Mund të hutohet kur i vjen vdekja s'thot la ilaha illallah. Pra çështje sinqeriteti, çështje ta kesh mendjen ke e mira, ta kesh mendjen, ky s'ditë shumë, vetëm atë mësoj, pa atë e kishte në shpirt, Allahu me atë jam i lidhur. Prandaj vëlla dhe motër, të begatofti madhi Zot. Qofshi lumtur në dynja e në ahiret. Le të jemi me Allahun, se kush është me Allahun s'fund kurrë. Kush u largu nga Allahu, s'fiton asgjë as në këtë botë as në botën tjetër.